Dje ishte 28 nënori, festa kombëtare e tonë popullit shqiptar. Dhe kanë marrë pjesë, kanë marrë dhe kanë pasë, me binje ndryshme kanë parë. Unë kam marrë pjesë, jam antar i kryesisë Partisë Demokratike të Malësisë Madhe, jam kanë aty, kam marrë pjesë edhe marrë pjesë vazhdimisht. Po bëj një thirrje sot pe këto. Lufta e fundit që ka përfunua, lufta e komitot ka përfunua neq. Kundërtuit. Ju bëj thirrje shoqata e tonë që festojnë, bashkona një ditë të tonë, ta festojmë tonë komi shqiptar, ta festojmë një ditë. Ju bëj thirrje me fillu pe këto, që janë lufta e fundit këto, e komi shqiptar, e me hapin tonë Shqipëni. Mu ba organizim të aman që të festojmë 28 nënorit. 28 luftën në si forcë politike në ajojmë. Nuk jena kune luftës, a kuptat? Pse mos të bashkona, komi shqiptar, të bashkohet bashkë të festojmë një dritë, 28 nënorin. Pra ne këta nuk kanë përgatiti kunor më, me në dhoni kunor me vendosë. As dje, as sot, as gjatë. Unë bëj thirrje mu bashkua, me i bashkua poplin komplet dhe me festua, më të majmë të përqabi. Edhe të 13 vjetë janë në pushtet këta, e majta, po thëmë që kjo ka fajnë, ti bashkojnë, bashkojnë tonë shqiptarë bashkë, ta festojnë bashkë.